Numri konsumatorëve që vetë prodhojnë energjinë elektrike ka pësuar rritje progresive në 6 vitet e fundit, për të arritur në 4.097, sipas të dhënave të fundit të raportuara për vitin 2025. Sipas të dhënave zyrtare për periudhën 2020-2025, autokonsumatorët kanë shënuar rritje të ndjeshme sidomos në 3 vitet e fundit. Më konkretisht, në vitin 2020 regjistroheshin vetëm 59 klientë që e prodhonin vetë energjinë për nevojat e tyre, ndërsa në vitin 2021 u shtuan edhe 115 të tjerë. Ndërkohë, rritja ishte e lartë në vitin 2022 me 625 klientë, apo 443% më shumë se viti paraardhës. Në vitin 2023 u shtuan edhe 729 vetë prodhues të tjerë, ndërsa një numër më i lartë u regjistrua në vitin 2024, kur u miratuan aplikimet e 887 klientëve, por viti 2025 duket se ka shënuar rritjen më të lartë me 1682 klientë që tashmë e vetë prodhojnë energjinë elektrike. Me këto impiante të miratuar dhe të lidhur me rrjetin elektrik, kapaciteti total i instaluar nga vetë prodhuesit ka arritur në 398 MWp nga 217 MWp që ishte në fund të vitit 2024. Ndërkaq të ndarë sipas llojit të klientit, privatët kryesojnë me numrin më të lartë, ndërkohë që 30% apo 1229 prej tyre janë klient familjar. Po ashtu të dhënat tregojnë se janë edhe disa institucione shtetërore, si bashki, ministri apo institucione arsimore, që kanë instaluar panele diellore për gjenerimin e energjisë, si dhe disa konsumatorë jo buxhetor, ku përfshihen ujësiellsa, poliklinika apo qendra shëndetësore.